Dashuria shpesh nuk është e drejtë dhe disa shenja të zodiakut përkundër pasionit të madh që tregojnë kanë tendencë të bien në marrëdhënie të pamundura, ku ndjenjat e tyre nuk thehen nga personi tjetër. Ky fenomen e njohur si dashuria e pamundur i bën këta njerëz kokëfor dhe shpesh të vuajnë pa nevojë. Peshqit. Peshqit janë kryesisht idealistë dhe shpesh bien për persona që nuk kanë asgjë për t'u dhënë emocionalisht. Ata e shohin partnerin e tyre si dikë që duhet të shpëtohet dhe të investojnë ndjenja dhe energjinë në një marrëdhënie që rrallë funksionon. Luani. Luani është një tjetër shenjë që ka tendencë të mbilvlerësojë personin tjetër. Egoja e tyre i pengon të pranojnë realitetin dhe shpesh mbyllen në një marrëdhënie iluzore, duke ushqyer shpresat dhe emocionet e partnerit që nuk janë reciproke. Akrepi. Akrepi tërhiqet nga dashuria e paplotësuar dhe investon shpirtërisht në mënyrë të thellë tek partneri. Ai përjeton emocionet dhe vështirësitë e tjetrit intensivisht, shpesh duke u sakrifikuar pa marrë asgjë në këmbim. Demi. Demi është tipik për të angazhuar në marrëdhënie dhe kur partneri nuk e meriton. Ata qëndrojnë për zakone dhe për besnikëri, duke dhënë pafund dhe duke mos marrë shpesh asgjë në këmbim. Ekspertët e astrologjisë shprehin se këto shenja duhet të mësojnë të njohin kufijtë e tyre emocionale dhe të mos harxojnë energji tek marrëdhënie që nuk ofrojnë reciprocitet. Vetëm kështu mund të shmangin dhimbjen e panevojshme dhe të gjejnë dashuri të shëndetshme.